Nuk do të ketë rritje të shpejtë të pagës minimale nën presionin e sindikatave dhe nuk do të ketë as shporta të shpenzimeve festive apo masa ad hoc për stabilizimin e çmimeve dhe marzheve. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi thotë se paga minimale do të rritet në mars vetëm sipas asaj që parashihet me ligj në përputhje me formulën për llogaritje. Thekson se nuk do të ketë vendime populiste pasi ato do të rrisin inflacionin. Da odime na pritisakot što ni go praat sindikatite, nije so ta odluka ќе vršime pritisak vrs malite i srednjite предприятия, каде што врз тој притисак оние ќе немаат финансиски средства да ги платат своите работници и ќе бидат на некој начин, да кажеме, ќе мора да ги отстранат од работните места тие работници што ги имаат, каде што ќе влијае врз инфлацијата поради тоа што е економски циклус. Edhe pse inflacioni në tetor arriti 4.5%, ministri dhe kryeministri presin që ai të ulet deri në fund të vitit. Për momentin nuk do të ketë ndërhyrje në çmime. Сега за сега не гледам причина зашто да донесеме одлука за замрзување или ограничување на бруто профитната маржа на трговија на големо или трговија на мало 10%, како што го правивме ова минатата година. Тука сме, ги анализираме цените, го анализираме пазарот, секојдневно ќе видиме, ако има потреба, ќе донесеме одлука. Durmishi njoftoi se deri në fund të muajit do të thirret Këshilli Ekonomik Social ku do të specifikohen shportat mesatare të konsumit të qeverisë. Për shkak të rritjes së çmimeve dhe inflacionit të lartë, sindikata po përgatit një llogaritje të re për pagën minimale. Ata thonë se 500 euro pagë minimale siç kërkohet deri tani është e pamjaftueshme. Aktualisht paga minimale është 24.400 denar, me përputhjen ligjore në mars ajo do të rritet për më pak se 2.000 denar.